Ndon me vjell vrer. Fatime Balaj edhe një rebele. Hajde Fatime, ta këshyrim kush është Fatimja. Aleikum selam, kam drejt me bo tato. Shiko, Zyrich, nëse mendoni për vetlat nuk janë tato, sepse taton kur e bën, ajo zgjatë tan jetën. Ajo hyn mrenda në lëkur, thellë në mish, hina e ngjyra. Mirë po, nëse mendoni për vetlat si tato, nuk është tato, kjo është vetëm ngjyrim me kënë. Në kohën e profetit ka pas tatu ka pas, bile une kur kom qenë tash isha në Irak, edhe motra jeme është martume në Siri, edhe ajo tha në përmi vetla i kanë, dikush i ka 7 pika, gratë, dikush kanë këtu tatu që s'hiqet. Dhe më thonë, kjo ka qenë, ka egzistu gjithmonë për mu përcaktu cilat fise janë e tjera. Mirë po, për mu bo tatu, për vetullat, nuk nëse e bën për mod e bën, sepse si vjet janë vetullat e qume direkt u nalt, e ti meri hin zhilit vetullave, është haram. Por, rasti jem, unë jam 58 vjeqare, gati 59, edhe normal që shumë janë dopsu vetullat, edhe s'jam leshatoke që thënë, prej rinis, edhe s'kom pas vetla faktikisht se mosha. Kështu që i kom bo, për një vjet 2, që to janë vetlat, sa mirëm gjdo dit me laps, tash s'po mirëm me laps. Pra, këtë du të me shku pak me logjik. Edhe këto, për tatu, të disa djetar, thonë haram, shumë haram, sidomos ta që janë hambeli, vehabi, etjera. Okej, qose ti mendon se është haram, mos e bën. Po, disa djetar që janë prej ehlibeti është burimi i islamit, ata thënë, banë me bo tatu, mirë po gjanat e shejta, fytyrat njerëzve, sy, se nuk banë me bo. Po ti dënë me bo një shqiponje që tu, me të regu që je shqiptar, ose dënë me bo një lule, apo dikush thot i kom shkruj datat e fëmive, këtë 3 fëmi, 3 datat e gëzimit tem, datën e martesës, e ka bo, nuk është haram, por për gratë e mlume, që veç i kanë shamijat, edhe ato mundin me bo, po nuk ban me u pa jashtë, përveç të durt, edhe në ftyrë, po ftyrën nuk ban me prek, se me qëtë ftyrë kemi me dalë para Zotit. Prandaj, të durt e ban një lule të vogël, se nuk është haram, po nuk e thojnë të gjithë djetare. Prandaj, plot musliman, kanë tatu, pa pikë problemi.